Ujëra të zeza që derdhen në kanalin pranë shtëpive të tyre dhe rreziku i vazhdueshëm për përhapjen e ndonjë epidemie. Është kjo situata me të cilën përballen banorët e zonës së Livadeve në qytetin e Shkodrës. Mungesa një sistemi të rregull dhe të izoluar të kanalizimeve për rrjetin nëntoksor ka bërë që ujërat e zeza të dalin jashtë kontrollit, duke u shpërndarë në zonë në disa raste edhe brenda oborreve të shtëpive. Kjo sipas banorëve mbetet një kërcënim serioz për shëndetin e tyre, ndërsa aroma kundërmuese është prezente kudo. Shqetësimi jonë është puna i këtij kanali i do, edhe puna posetave që është vjen i do. Që është shtëpia jeme në rrumulloku i bypassit, të rrotulla e bypassit atje, e kanë lënë të hapur, e kanë basi kanalizim me tuba deri ku janë në prezencë desh. Atje e kanë lënë hap në dy ende bypassit, është hap, kjo është kanal që është ujë të zeza. Ita ujë vin për të shtëpitë e bujqëve, që si ke parasysh që në shtëpitë e bujqëve, e deri këtu vetëm për ujën e zeza është kjo kanal i do. Këtu bllokohet komplet bon. Gjatë dimrit me rashila i do, mushit i ke shtëpia i do. Ton oborin i do ka pas me fekole. Kanë ardhur, mas shqetësimit tonë që kena bërë ngritjen tonë, kanë ardhur, e kanë pasur deri do. Në këtë moment, në këtë kohë, që po shefti i do. Ne na kanë thonë që do ta fusim me tuba, komplet, që është pjesa kësaj këtu. Tash e kanë lënë këtu. Si sa zik po po shkoja për të familjes sa si më kanë dal ndyshe. Ku 3-4 vjet, po 50 sa çështë. Bo më orbe kalon mjesi do. Se kalojnë gjatë e punë, se kalojnë ta me shamia në hunë. Tash da kila bon kujtume, thome, se po vine pasoj, që? Ka zonat e betoninave. Toni ke logje i to. Kanali kam hupa zonat e betoninave vidi, plasin plasmasa, plasin gjana, plasin sena i tuman. Shishe, Coca-Cola, diona tjera. Me mushit dhe i nërde komplet. Kanali është shumë problem. Ne kena bërë kërkesa bashkisë, kanë ardhur, kanë pastru, por edhe kështu nuk lehet, edin. Kena kërkesa, kena fëmijë të vegjël, kena njerëz gjana edin që kalojnë këtu për ditë. E jena shumë hallë me të edhin. Janë të na halët e Shkodrës që kalon këtu. Por ka shumë vite që nuk ka vukur dorë në të edhin. Qoftë ka mundësi shteti me vu tuba, me na heki këtë 50 prej këtu, na bën ndër të madhe edhin. Infeksione, gjarpni, ças mund të ketë këtu, edhin. Halemër burr, halë të Shkodrës tana këtu. I kërkojmë shtetit vendorën, amani në dorë ty nëse na s'kena mundësi privatisht me e bëhet. Rritja e temperaturave bën edhe më shqetësuese situatën. Për këtë arsye banorët i bëjnë apel institucioneve që të ndryhyjnë sa më parë për të marrë masa konkrete në zgjidhjen e kësaj situate.